Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos të injoroni këtë dhimbje në këmbë, zemra juaj nuk po punon siç duhet. Pavarësisht shpeshtësisë së lartë të sëmundjeve kardiovaskulare, shumica e njerëzve i lidhin sëmundjet e zemrës me disa simptoma më të dukshme, si për shembull dhimbja në gjoks, ndërkohë që nuk dinë për simptomat më pak të njohura. Kur uji qëndron në këmbë, në termat mjekësor quhet edem periferik. Njihet më lehtë nga fakti se pas veshjes së çorapes, shenjat e prerjes mbeten në kyçin e dorës dhe ekspertët paralajmërojnë se edemi, domethënë ëndja, mundet të jetë një shenjë e dështimit të zemrës. Kur zemra nuk pompon gjak siç duhet, edemi më së shpeshti shfaqet në këmbë dhe në kyçin e këmbës për shkak të gravitetit. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se shumica e njerëzve që kanë edem periferik nuk kanë sëmundje të zemrës, edhe pse është e rëndësishme të bëhen analiza mjekësore, pasi edhe mundet që të jetë një problem me zemrën tuaj. Ëndja mund të shkaktohet nga një sër gjendjesh, shumë prej të cilave janë të përkohshme dhe krejtësisht të padëmshme. Për shembull, është e zakonshme që ju të keni këmbë të ënjtura gjatë shtatzanisë ose ëndje të duarve dhe këmbëve gjatë një fluturimi me avion për shkak të mbajtjes së ujit tuaj në trup. Problemet e vazhdueshme gjithashtu me edemin, megjithatë, munden që të jenë shenja se zemra juaj nuk po funksionon siç duhet, thonë ekspertët. Si një nga shkaqet më serioze të edemit periferik, ata përmendin dështimin kongestiv të zemrës, domethënë një gjendje kur zemra është e dobët për të pompuar gjakun e saj me efikasitet. Gjithashtu, sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, rreth 610.000 njerëz vdesin nga problemet e lidhura me zemrën për çdo vit, vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si burrat, ashtu edhe gratë preken nga sëmundjet e zemrës për shkak të arsyeve të ndryshme, të cilat lidhen me mënyrën e jetesës. Që dhe ju të ndërgjegjësoheni për shëndetin tuaj, ne do t'ju tregojmë shenjat që tregojnë se ju mund të keni probleme me shëndetin e zemrës. Dhimbje në krah. Dhimbja e papritur përjetohet nga shumë burra në krahun e majt, ndërsa gratë përjetojnë të njëjtën dhimbje në krahun e djathtë ose në të dy krahët. Disa gra kanë treguar gjithashtu se kanë përjetuar edhe një dhimbje tepër të pazakontë në bërryl para se të pësonin një sulm në zemër. Kjo ndodh sepse dhimbja se zemra juaj po kalon në palcën kurrizore, ka shumë nerva në trupin tuaj të cilat janë të lidhura dhe truri juaj ngatërohet dhe mendon gjithashtu se është pikërisht krahu juaj i cili ka dhimbje, kur në të vërtetë nuk është as pak kështu. Prandaj gjithmonë duhet të tregoni të vëmendshëm. Kollitja e vazhdueshme. Kollitja e vazhdueshme mundet që të jetë gjithashtu një shenjë e sëmundjeve tuaja kardiovaskulare. Kollitja e cila përmban gjak është një sinjal që tregon se ju keni probleme me zemrën. Sidoqoftë, kollitja është një nën simptom e një simptome shumë më serioze, e cila është dispnea dhe gjithashtu humbja e papritur e frymëmarrjes. Nivelet ekstreme dhe të pazakonta të ankthit. Disa studime kanë treguar se njerëzit të cilët vuajnë nga ankthi munden që të jenë të prirur për sëmundje të zemrës, dhe gjithashtu ankthi mund të shkaktohet ose nga mënyra e jetesës shumë shqetësuese ose edhe nga çrregullimet të ndryshme, duke përfshirë çrregullimin e panikut dhe ankthin fobik.
Disa nga efektet e ankthit përfshin takikardin, rritjen e presionit të gjakut dhe gjithashtu uljen e rrahjeve të zemrës. Fryrje këmbësh. Kur zemra juaj nuk e pompon gjakun mirë, lëngu nga enët e gjakut rrjedh në indet përreth dhe këmbët tuaja janë vendi më i zakonshëm ku do të shkojë për shkak të gravitetit. Kjo quhet edem periferike dhe njëkohësisht shumë njerëz që e kanë nuk kanë sëmundje të zemrës, por akoma është një simptom shumë e rëndësishme dhe e zakonshme në mesin e pacientëve me sëmundje të zemrës dhe duhet t'i kushtoni vëmendje të madhe. Mungesa e oreksit dhe ndjenja e përzierjes. Shumë pacientë që vuajnë nga sëmundje të zemrës tregojnë një mungesë oreksi ose të përzjera edhe nëse kanë ngrënë vetëm disa kafshata. Arsyeja për këtë është një grumbullim i lëngjeve rreth mëlçisë dhe zorrëve të cilët ndërhyjnë në tretjen e duhur. Këto simptoma zakonisht ndiqen nga dhimbje barku dhe nëse ju i përjetoni të gjitha duhet të shkoni tek mjeku. Skuqjet e lëkurës ose njollat e pazakonta. Ekzema dhe herpesi janë faktorë me rrezik të lartë të sëmundjeve të zemrës. Sipas ekspertëve, 84% e atyre që kishin ekzem rezultuan se vuanin nga presioni i gjakut dhe 29% e tyre me kolesterol të lartë. Nga ana tjetër, ata që kishin herpes kishin 59% gjasa më shumë për të vuajtur nga sëmundjet e zemrës dhe për të pësuar sulm në zemër. Humbja e vetëdijes ose të fikt. Humbja e vetëdijes është një nga shenjat më të zakonshme tek pacientët të cilët kanë probleme me zemrën. Kur zemra juaj nuk pompon mirë gjak, bëhet shkak që qarkullimi i gjakut të bllokohet në një nga arteriet e bllokuara ose të ngushtohet një valvul. Ndonjëherë ndodh që nëse ndjeni gulçim dhe ju bie të fikt për një periudhë të shkurtër kohore, thirrni menjëherë një mjek në mënyrë që të kontrolloni zemrën tuaj. Lëkura juaj bëhet më e zbehtë ose merr një ngjyrë kaltëroshe. Kjo nuk është një nga simptomat më të zakonshme, por kur shfaqet, ndodh për shkak të fluksit të zvogëluar në gjak, një numri të zvogëluar të qelizave të kuqe të gjakut, dhe mund të jetë një shenjë që zemra juaj nuk po pompon gjak ashtu siç duhet. Këmbë dhe gjunjë të ënjtura. Ënjtja në këmbë mund të shfaqen për një sër arsyesh dhe këtu nuk përjashtohet asnjë problem me valvulën e zemrës. Formimi i lëngjeve është një simptom e zakonshme e një problemi në zemër kur ajo nuk mundet që të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini që kjo lloj ëndje, ndryshe nga fryrjet e zakonshme, fillon që të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj, nëse arrini në këtë pikë, e dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmërisht një tregues i problemeve me zemrën, por në qoftë se ju përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si për shembull lodhje, marramendje të fikt ose fillon krejt papritur, mundet që të paralajmërojë me një problem edhe më serioz. Gjithashtu lodhja mundet që të jetë edhe një shenjë akoma edhe më e vështirë për të dëshifruar, sepse 1.000.000 arsye përse ndiheni të lodhur është mungesa e gjumit, stresi e të tjerë, por këtu po flasim për një nivel jo normal të lodhjes. Nëse ju ndjeni një farë dobësie ose që e keni ndjerë më parë vetëm kur keni qenë të sëmur me grip, zemra mundet që ta ketë të vështirë oksigjenimin e trupit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!